Sot jemi me Gjevahirin. Gjevahiri është nga djemtë më të mirë në Rozaf, merret komplet me të gjithë lulishtet, me barin, është një njeri që ne na jep gëzim. Ka pas një fatkeqësi, Gjevahiri i ka ndru jetë e shoqja shumë herët, e kalon me 2 fëmijë si drita, vajzën e ka feju, trashëgohet, djalin e ka 18 vjeç, ka dhe të motrën në shtëpi, dhe po ta shihni nga gjithë fortuna që i nodhi këto ditë, edhe nga i shit mërshëm 2-3 javë, komplet shtëpia i ka rënë tokë. Dhe gjithë çunat e Rozafës, ja ku i kej aty. Artir, una marru lollët e? Ja u shpërblev Zoti për këtë nimë që po jepni këtij vllajt ton. Unë me zyrën e me punëtorët kemi mbledh një fond, me që se shtëpia ju rrëzu nga Fortunali, dhe ja kemi vënë në dispozicion dhe këta këtu janë gjithë çunat e Rozafës që po ja bëjnë shtëpinë Gjevahirit nga themelet me punë vullnetare. Dhe ashtu si ndajmë të mirat bashkë, ne duhet ndajmë edhe të këqijat. Kështu që Gjevahiri shumë shpejt do jetë me shtëpi të re. Shumë faleminderit. Shumë i lumtur. Lemër. Miqtë e mi, ne hapëm këtë vit edhe Fondacionin Rozafa. Kemi lënë një drejtor rebel që unë e kam mik fëminije, Blendi Manen. Blendi Mania do merret me Fondacionin Rozafa, do merret me artistët, do merret t'i vënë dispozicion kinemat, do fillojmë filma me metrazh shkurtër, do t'i vënë dispozicion teatrin dhe do mundohemi të bëjmë bamirësitë tona, por kemi da menen që t'i tregojmë 3 bamirësi në vit. T'i tregojmë për t'i vunë seder ata kolegët e mi, që unë menoj që edhe ata bëjnë njëjtën gjë, po le t'i tregojnë, sepse ngacmojmë njëri tjetrin për të bërë më shumë për vendin tonë, për Shqipërinë tonë. Respekt e miq.